Mirë, jemi rikthyer në studio dhe është momenti të prezantojmë një personazh të cilin e përfaqësojnë dy fjalë. Kripe piper, zakonisht, por kjo bisedë jam i sigurt do jetë vetëm sheqer, sepse mund të mos flasim për kuzhinë në total në 100% në intervistës, por do dalim pak edhe te jeta e tij personale. Një rrugtim i gjatë midis Shqipërisë, veriut Shqipërisë dhe Italisë, pastaj një rikthim i bukur për të ushtruar profesionin patjetër, për të bërë pjesë e botës së biznesit, por asnjëherë larg syve të kamerave dhe pjesë e diskutimeve të shumta të showbizit. Me ne në studio, shefi Alfio Rotani. Mirë se na erdhe. Mirë se vjen. Mirë. Alfio, na lejo të themi urime, sepse e dim që ti sapo i bërë baba për herë të dytë. Dallon besoj nga paqësia. Chiara Maria është emri i babës. Na trego pak për emocionet, si është kjo ndjesia. Ndryshe nga të paturit një qunë, kur të lindë vjen në jetë një vajzë, është komplet emocion tjetër, komplet. Është pak më delikate si gjë, më. Është çuditshme thu që është ndryshe, por që është ndryshe. Më kanë thënë që gjithë që kanë pas edhe djalë edhe vajzë, nuk e besoja, por që është ndodhi. Çfarë detyrash ke marrë ti si baba tani? Tani, përveç gjitha impenjimeve, biznesi, njona tjetra, stafi, që normalisht duan ata e përgushtimin, edhe në shtëpi duhet dajnë çik detyrat se normalisht do jap turnin darke. Pa na trego se çfarë bën konkretisht. Në ora 4-5 e mëngjesit për shembull mund të rri një orë, 2 orë zgjuar duke lozë me gocën sepse ka hongër, është në rregull, po që grindet çan. Edhe kapi manovra, gjëra, fluturime. Po që të heq një pjesë të madhe gjumi, domethënë që do na bëj të mirë, po. I ka prindërimi këto, besoj po e shijon. Pak më grindet më shumë darke. Prindër më shumë mort veshur që s'jeni bërë dhe prindër për vajzat kjo këshill. Zotërinj të dashur, që jeni në prag të ndërimit statusit të bërit baballar, këshilla mund t'i merrni nga Alfio Rotani, besoj është i hapur ndaj këshilla. E lodhshme normalisht, po është shumë gjë e bukur. Bukur, mirë, megjithëse jemi tek gjërat e bukura, tek lajmet e bukura, tek dashuria, së fundmi ke bërë për publiku një shpjegim se si i njohur me partneren, me Joanën. Si është ajo historia, se shumë e çuditshme në fillim fare kur e sheh me syrin. Tani unë në restorant normalisht jam aty pothuajse gjatë gjithë ditës edhe ke të bësh me çdo lloj njeriu, që nga politikan, klient, me gjitha profilet, punrat dhe gjërat, normalisht nëse vjen një vajzë e bukur të bjen sy direkte dhe një drek, një dark, qa bën me qa merresh, kam ca produkte, unë aso kohë nevojisja për ca produkte pastrimit e një kompanie shumë të mirë, shumë cilësore. Edhe lam që do vinte për produkte, Po, një takim pune. Takim pune, ja se po pimi gotë verë, ja të hamë dhe gjëtë vogël, dhe me thënë, na iken 4-5 orë. Dhe s'folët për punë. Fare, po kjo ndodhi për 3 herë. Pra, po 3 takime pune dhe folët për gjithë shka tjetër përveç se për punën. Dhe me thënë, ishte tepër naturale si gjë dhe ishte aq e këndshme sa që harruan pjesën e produkteve që unë do bleja. Unë akoma sot nuk i di ato produktet. As do i marrësh me shkurrë. Pra, dashuri me shikim të parë. Me shikim të parë dhe çuditshme është që neve s'kemi bërë akoma një vit bashkë. E bëjmë 12 prill, kështu që ndërkohë na ka lindur vajza. Vjen dashuria rrufeshëm kështu? Vjen rrufeshëm edhe jep 2 shuplaka turive se merr vesh si qyshtek edhe. Ishte kjo, ju s'keni bërë vitin akoma, por vajza erdhi në jetë, në shkurt mos gaboj. Yes. Në shkurt. Në gjatë shkurt. Pra, ju ato... Ka qenë direkte shu diçka dhe kërkuar. Ato ritualet që duhen për të bërë fëmijë, shumë herët. Shumë herët. Në javën e dytë më duket. Dashuria vesh i parë çfarë të vë. Është ndjesi, po ndjesh mirë me një person, çdo gjë edhe biznesi të bëhet më i lehtë, edhe problemet bëhen më të lehta dhe normalisht gëzimet bëhen gëzime dyfishta. Alfio, duhet qenë se kuzhina është pjesë e jotja, njëjtë si televizioni, por duket sikur televizionin e ke lënë pak më jam për momentin dhe fokusin e ke total në sipërmarrje, apo jo? Televizioni duket që kur punon në televizion të gjithë thonë, sa gjë e bukur, sa gjë e lehtë. Ti e di se çfarë është gatuash për ditë. Gatuash për ditë, sidomos para kamerave, se unë them gjithmonë kamerat e marrin gjithë energjinë dhe pastaj, okay, bën 3 orë, 4 orë xhirime, mbaron ditën, jo, por kur ke edhe biznese, pastaj nuk ke më atë energjinë do të fuqishme që të merresh me biznesin. Fokusi yt aktualisht është në sipërmarrje, por besoj që shumë mendje ke dhënë edhe shtëpisë, në si po e ndan kohën me partneren. Ta them të drejtën, as nuk e di se si po ja dalim, sepse jam gjithkohës me vrap, se normalisht ndodhin problematika, nga puna të marrin telefon, hajde, se duhet t'jesh këtu, se erdhi filani, me motor, brel gjithkohës, se me makinë nuk bëhet fjalë. Nuk ja del me këtë trafik. Takime, puna, edhe shpinë që zotja kam afër, kështu që sa herë vini telefonat, me vrap këtej, me vrap andej.
por e gjithë vetëm me motor, se ndryshe me makinë nuk duhet dilje kur. Kjo është ideja. Pastaj kam trajnuar ndër vite dhe njerëz shumë të aftë nga gjitha aspektet në punë dhe punën e kam të sigurt kur le stafin tim. Janë njerëz që kam shumë besim dhe i kam trajnuar të jenë si vetja ime, domethënë. Vetë sa kohë kalon ti në kuzhinë sot, që flasim? Ka ditë që rrim edhe 12-13 orë që gjithë, ka ditë që shkoj 2 orë dhe pastaj merr me pjesën e shtëpisë, që qysh zoti kam të mundësinë që mund të shputen. Pra, kjo është një nga aspektet pozitive të jesh sipërmarrës. E ke kohën e ke në dorën tënde se si mund ta menaxhosh. Gjë që kur punon këtë tjerë nuk ndodh. Po ti ke jetuar atë periudhë të punosh? E kam jetuar, madje poka dhe ky restoranti im deri par vjet unë kam punuar 12 orë ditë çdo ditë. Palem pastaj në Itali kur kam jetuar andaj që dalim pak te Italia. Italia ka qenë pjesa fillestare kur ti je i disponueshëm pra të punosh edhe të mësosh, pra je i nën paguar, se në Itali një ndihmës kuzhine nuk merr më shumë se 800-900 euro, që është e vërteta. Punon 16 orë, 15 është normale, por duhet ta bësh paktën 10 vite që ti të bëhesh profesionist. Duke punuar në vende restorante luksi, duke punuar në trattoria, restorante thjeshta që ti arrish ti marrësh jo recetat, po bazat e të bërit kuzhinë, pra duke pas lëndën e parë, se unë këtë gjë e kam mësuar edhe çdo kujt që punon me mua. Produkti dhe të krijosh nga zero, jo të marrësh receta caktuara. Kjo është. Recetat ja për fillestarët kam përshtypjen. Jo, se ka receta shumë të vështira, domethënë duhet të jesh njësh edhe të merresh vetëm me receta, po për mua domethënë je një nivel më lart, nëse ti arrin shkosh ke një treg fruta perime, një treg peshku ose mishi, të marrësh produkte dhe të krijosh nga zero. Pra aty është identiteti një kuzhinieri që vërtet është kuzhinier. Dhe kështu automatikisht klasifikohesh shef ekzekutiv. Pastaj është pjesë organizimit, kosto njëna tjetër, domethënë nuk ka mbarim kjo si punë, por që ke pjesa kreative për mua duhet të kesh baza që ti të krijosh nga zero. Pra, ta njohësh produktin edhe nga ana e proteinave, nga ana kimike që të dish çfarë ndodh nëse pjek me këtë temperaturë, nëse bashkon me këtë vajin. Ta njohësh mirë gjithë procesin. Alfio, në këtë studio ne kemi thënë shifra se sa paguhet një shef kuzhine. 3.000, 4.000, 5.000 euro në muaj dhe kemi patur edhe shumë komente të cilat ndonjëherë kundërshtonin. Sa paguhet një shef kuzhine i mirë në Shqipëri që nuk e ka si përmarrjen? Kam dëgjuar dhe shifrash, ka dhe shifra që janë të larta, absurde, që nuk ekzistojnë. Sa për shumë? Është një shprehje që në Shqipëri pëlqen njerëzve ta bëjnë qimen tra, por që thonë që paguhen më shumë se ç'paguhen. Po, por që ka edhe vende që realisht e kam me dëgjuar, po e kam edhe me të parë ku shfrytëzohen njerëzit edhe paguhen shumë pak. Unë nuk du të hy se çfarë paguhen tjerë. Te unë, për shembull, paguhesh as sa meriton. Edhe realisht kam rroga më të larta se sa gjithë pjesët e tjera restoranteve. Nëse një person nuk bën, unë automatikisht e provoj dhe them kaq lek bëjnë këto ditë që ke punuar, se kaq ke kërkuar dhe vazhdojmë. Unë marr gjithmonë një ofertë nga një person kur i bëj një intervistë. Edhe më thotë unë dua kaq për punën që bëj. Pastaj vazhdojmë një provë. Ka rastisë që i kam thënë që meriton më shumë se kaq. Edhe kështu me radhë, po. Se ka njerëz që realisht e duan punën, ka njerëz që vinë e bëjnë se s'kan tjetër ç'a të bëjnë, ka njerëz që nuk e duan fare, por janë të duan ta bëjnë, por që sa meriton. Edhe ka njerëz që meritojnë realisht shumë. Por ama sot në Shqipëri, domethënë, nëse ti normalisht bën atë pjesën e mëson 4 vite, pra vuan themi thojse, se normalisht një person që vjen e të pengon do mësoj do dom 5 vite, por ama kur ti e merr përsipër një sektor do paguhesh shumë më mirë, edhe më mirë se në Itali. Pra, sot është mundësia në Shqipëri që të punosh, paktën në profesionin e kuzhinës, të blesh një shtëpi, të krijosh një familje, të kesh një makinë të bukur, pa. Do bëjmë gjithë kuzhinierë. Jemi në kohë? Jemi në kohë? Kemi të dhëna? Do 5 vite paktën. Do 5 vite, s'ka gjë. Është një sektor shumë i mirë, shumë i bukur dhe mirë, hajde flasim për pjesën e vështirë të këtij sektori. Unë është një pyetje që ja bëj çdo shefi kuzhine që vjen në studio. Rroga e parë që i paguar, Alfio Rotani, sa lek ka marrë? Në Itali, besoj. Në Itali, kam punu falas. Falas? Kam qenë edhe i vogël, se... Sa vjeç? Na trego pak të rrugë. 14 vjeç kam filluar shkollën e kuzhinës, edhe ishte shkollë me konvikt. Pra, nga e hona deri premten unë isha në shkollë, edhe të premten mbaronim shkollën në orën 4, edhe unë merrsha autobusi, shkoja ke pika e parë, ku kërkoja punë për restorante, punoja fundjavë. Pa lek? Pa lek. Sepse thonin që... Sa kohë? Unë të kem punu gati një vit. Pa lek? Po, pastaj erdhi sezoni veror, shkova në sezon veror. Rroga e parë ka qenë 900 euro. 900 euro? Po filloje 9 mëngjesi, boje çik pushim mas dite, po deri në orën 11-12 darkës. Edhe mesha me pjesën e... Për cilat vite flasim, çfarë periudhe? Tani, sot jam 36, kam qenë 14 vjeç, janë ca vite më parë, por që ka qenë pak ka shumë si, s'po them shfrytëzim, por që
Ndryshe nga neve që sot i mësojmë ndihmësa që vinë ose kursanta që vinë, në Itali u më shifni në përcepa, se neve s'kemi pas internetin, s'kemi pas YouTube asgjë, edhe kur shefi kuzhinës të shifte që ishe i shkathët, më shifte këtë cepi bënde të recepturet e veta. Unë kam qenë i zgjuar, themi se shkoja e ko shqiptereve numroja sa veska përdor, ma i men në recetet të tiramisus, që kam edhe fiksim. I ke vjedhur. Du është e mi vjedhur, se nuk i tregon të njeri, ka qenë të mërshme. Alfio, po sot të rinjë, si janë në syrin tëndë? Është e vështirë të punosh me të rinjë në kuzhinë, apo të kanë surprizuar për mirë? Ka njerë që me kanë surprizuar për mirë, pra njerë që ja vlenë realisht t'i mësosh edhe t'i japësh më të mirën, nga gjithë eksperiencë, jo vetëm kuzhine, po edhe eksperiencë personale, se rinia mund të gaboj pastaj në të jetën jashtë kuzhine, edhe i marë realisht i trajnoj edhe për jetën, edhe për kuzhine, edhe për gjitha, se x gabime kemi bërë gjithë, ose gabime në zgjedhjen e vendit punës njën e tjetën. Që që i marë dhe i them, okej, ti e vlenë, do hecës për parë. Ke patur rastet vështira ku të është dashur ndoshta? Ka raste që i ullet dhe i them që më mirë ndro profesion, sepse nuk bon për ty. Ja thua dikujt? Pa tjetër që po, edhe ka ndodhë shpesherë. Kanë duar profesion, ta kanë gjuar fjallën? Ca po, ca jo. Por edhe ato që nuk e kanë dëgjuar, kanë vazhduar, kanë tentuar dhe pastaj e kanë lënë si gjë. Kuzhina është misione, shumë e vështirë, nuk është e lehtë. O e dashuron jashtëzakonisht shumë, edhe e ndjen këtu, që nuk bën. Alfio, pjata më shtrenjtë që ke gatuar në gjithë të dekada karrierë. Tani, ka produkte që, po një produkt, marrim një shembull një avjar. Ka në produkte që janë të lira, ka dhe produkte që janë shumë të shtrenjta. Ka produkte pa fort. Janë sa produkte që janë ashtë të mira, thjesht kushtojnë shumë, s'ke nevojë t'i gatush fare. Flasim për mishra, flasim për shumë gjëra që janë ekskluzive, themi. Është kombinimi këtyre gjërave që e bën një pjatë shumë të shtrenjtë. Për një rast, për një personazh, ndoshta një event shumë i rëndësishëm që ty të dashur përgatisësh pjata shumë elitare, shumë trafinuar. Unë jam ndryshe nga rryma siç funksionojnë restorantet e tjera, në sensin tek mua mund të hajë dhe kryeministri, edhe një person i thjeshtë. Unë ato recepturat i kam të mia, nuk bëj dallim as për njëri as për tjetrin. Kush nuk ka ardhur në restorantet tona. Ideja është të gjithë klientat janë klienta të barabartë. Nuk gatuhet më mirë për dikë ose normal për dikë tjetër. Pra, ti nuk je ai që i thua stafit të shërbimit kur hyn personazhet publik, atë tavolinë duhet ta kesh me kujdes. Edhe kur janë miqtë e mi, kur janë njerëz më të njohur, kur gjithë njësoj. Të gjithë janë të barabartë. Menuja është po e njëjta, nuk bëhet ndryshim për askënd. Nuk i qeras besoj këta personazhe. O qerasit ja bëj gjithë, po kështu tavolina me qeras, tavolina as nuk bëhet fjalë. Do të thonë fund fare çdo kush e ka të limoncelën që bëjmë neve, ato ambelsirat, frutat dhe kaq. Dëshiron që fëmijët ta trashëgojnë profesionin? Jo. Pse? Kam noa, unë që mësoj gjithkohë, do bëjmë kuzhinjerë. Kur vjen nga restoranti, futet në kuzhinë. Lero, babi thënë, realisht një pjesë e madhe të jetës tënde do t'ja dedikosh kuzhinës. Shumë veta mund t'jenë me fat, për shembull si puna ime që arrin të bëjnë biznesin e tyre dhe të kenë kohë të lirë, por në harkun e eksperiencës time kam parë në Itali shumë shefa kuzhine që merrnin rroga shumë të mëdha, por të pa plotësuar nga ana shpirtërore, pra të ndarë, me fëmijë të lartë të poshtë, gjithë ditën në kuzhinë, e flasim për njerëz 65-70 vjeç. Unë kam pas fatin që kam punuar për të arritur në këtë pikë dhe kam pas shumë të qartë që në fillim, se kam punuar me njerëz që më kanë mësuar, më kanë thënë, pëso shumë fort, që një ditë tjerë punojnë me ty, po për ty që ti të kesh kohë të lirë dhe kështu du funksionosh për gjithë. Por që ndodhë që ngeca të brenda në të dhoj bote, edhe në atë rast quhet burg modern. Janë njerëz që dashurojnë, por që ngesin kuzhinë deri në moshë 70 vjeç dhe nuk është normale. Alfio, përmendë Noa dhe gjatë narrativës asaj çfarë ti po thoj që nuk ja sugjeron kuzhinën dhe s'do doj që ai të bëhet kuzhinier, dua të kuptoj më shumë mbi raportin se si e keni ndërtuar. Noa është 6 vjeç apo jo? Dhe besoj një pjesë të kohës e kalon me ty dhe një pjesë e kalon me ish-partnerën tënde. Si është raporti, apo raporti Noat me Tiara Marian, me që zësh motrë ti e vogël tani? Tani, përse e përket për vajzën, fillimisht para se ti se ishe shu si gjeloz, kur e pak e spitali, përse e hapon e gjithë. Ashtë motra ime kjo. Tani, është kështu. Vëdes për motrën dhe me thënë. Noa si unë, më kujton veten time. Edhe motra ime kur e shef, kur vjen pushim me Shqipëri dhe qanë, se shef të gjeste që bën me dur, se si rinë, jam unë komplet dhe kujton fëmijën time, kjo është ideja. Unë me Noa kuptohemi kështu, thjesht duke u parë. S'ka nevojë për shumë fjalë. Çfarë të kërkon Noa aty? Babi dua, çfarë?
Gjiro me motor. Okej, gjiro me motor. Putem kuzhin, sa herë vjen du gafore, du këtedi merë gjada, pësaj se që bonke shpira, zotin e rujt. Por gjëra, dhe me thënë, jo materiale, do atë kohen cilësore që të kalujmë bashkë, do djeshim të shpia, pësa mu, babi, si e bëhet me mjekët, prit dali herë, po e mësova si funksiononi dhe është bëjës kënë gjëra, janë gjëra që... Ka të pyetje vetë, është periuda... Ka mushe shpirtin me dëshuri, pa. Ka të pyetje që... I kërkojnë babaj, normalisht. Po të ishte gocë, do ishte prap diçka ndryshe, por që është ide. Ja, se do rritet jarë, Marita, prit, dale. Edhe pa. Do mere Joana. Alfio, të gjithë ftuarit në këtë pikë të jetës ne i pyesim se çfarë vjen e radhës, por duket sikur ti do të qëndrosh te ky momenti. Do ta shijosh. Është një moment që është realisht një moment shumë i mirë, është një moment shumë i qetë, se edhe qetësia nuk ka të paguarit, se normalisht në Shqipëri besoj dini edhe vetë juve, çdo punë ka të vetët edhe ndonjëherë ndodh periudha shumë stresuese që vrapon. Po, gjithë e kemi një të rraprat. Ose ke ato periudat që janë shumë të bukura, shumë të qeta, ku pa shumë sforcë, çdo gjë ecën siç duhet. Edhe jam në këtë fazë, është e vërteta dhe po shijoj shumë, por që jam edhe tip që nuk rri dot rahat, kam projekte gjëra që do të doja të implementoja, por prapë boje prit. Projekte, do një rikthim në televizion, do një rikthim i mundshëm? Edhe projekte televizioni, pse jo, se të them të drejtën pas shumë vite, se po bëhen 4-5 vite që nuk merrem aktivisht duke patur një emision nga ti, me mungon, që është e vërteta, po edhe projekte përse vi këtë botës biznesit, po jo vetëm guzhine, se normalisht e dua biznesin, dua dhe gjitha problematika që sjell biznesi, po dua dhe gjitha të gjërat e bukur që sjell biznesi. Jep kardio, besoj. Nuk rri dot në comfort zone. Bukur. Me ikën truni komplet, kështu që. E shijoj tani, por që dua probleme, kështu që ha probleme vetë. Ku janë probleme? Alfio, mish apo armish të bën kuzhina? Ky profesioni juaj. Se për televizionin duhet flisim gjatë. Në Itali funksionon ndryshe. Në Itali unë kam qenë pjesë e Federatës Italiane Kuzhinjerëve, neve u mblidhim 2 herë në vit, kemi qenë një mirë ca veta që ishim aktiv me njëri tjetrin, flisim për ide, për gjëra. Në Shqipëri kam gjetë një botë komplet ndryshe. Që kur kam ardhur, edhe gjatë rrugtimit, kjo lloj luftë personale, psikologjike mes kuzhinjerëve, njerëz që flasin keq për njëri tjetrin, për mua është diçka që nuk duhet të ekzistuar. Gjërat po ndryshojnë. Shefat e kuzhinës po dalin, po japin ide, po japin mend njëri tjetrit, kjo është shumë e bukur. Por që t'i bëhet lufta tjetrit, edhe pa e njohur në raste siç ka ndodhur në Shqipëri, për shembull nuk është normale. Por që po ndryshojnë gjërat dhe kjo gjë shumë e mirë. Po përmirësohemi. Unë kam marrë në Shqipëri ku tregu fruta e perime kishte vetëm speca, domate, qep, unë kërkoja avokado, po nuk kishte. Shqipëria ka ecë shumë nga ana gastronomike, po nuk ka as merita ime personale, as merita dikujt tjetër. Është merita e gjithë neve që kemi ardhur nga jashtë. Kemi sjellë atë përvojën, atë profesionalizmin, gjithë ato gjëra që neve kemi mësuar duke punuar 15, 16 orë, 17 orë, 18 orë në ditë. Edhe kemi bërë kuzhinën shqiptare që të jetë perfekte. Është merita e secilit nga neve, kështu që nuk duhet bërë luftë me njëri tjetrin. Kemi shefa talentuar. Jo, kemi shefa talentuar, se di që kemi shefa talentuar, po ka raste ku ti provon një ushqim të një kolegu, homolog praktikisht, dhe thua se ka bërë që. Unë jam tip që shkoj në për restorante, sepse më pëlqen të dalë të hanë në për restorante. Frekuentosh, po, patjetër. Jo vetëm sepse është profesioni im, po kam qef ti edhe të provoj. Ka një restorant filani, do i ta provoj, e njoh, e bëj. Është diçka që unë bëj gjithmonë. Kur më pëlqen normalisht komplimentoj, se normalisht marron dreka ose darka, do ulesh me atë personin që ka hap restorantin, bën një bisedë, edhe bëm një bisedë konstruktive mbi punën, mbi gjërat, mbi gjitha. Ka patur raste ku ti ke thënë ja nuk pëlqen, nuk pëlqeu. Patjetër që po, nëse diçka nuk të pëlqen, do ta thuash që edhe ai të përmirësohet, edhe atë gjën ta ndryshoj. Pastaj mund ta marrë për mirë, mund ta marrë për keq, por që duhet ja thuash. Çish duhet ja thuash kur diçka është super, them, wow, këtë gjë e ke qartë. Do vi për këtë, po. E kanë bërë dhe shefat e tjerë këto që të vinë të provojnë pjatat e tua, e kanë bërë besoj. Kë restoranti im ka ndodhur shumë rrallë, do të thonë, nuk ka se kanë ardhur gjithë. Unë jam tip që shkoj provoj. Miqtë tu, besoj. Miqtë mi patjetër që kanë ardhur. Jo, miqtë tu. Shefat e tjerë. Unë shkoj edhe aty ku nuk njoh filanin, shoh që nga rrjetet sociale normalisht bëhet një punë e mirë, edhe unë dua të shkoj ta mirë, shkoj ta provoj. Siç ndodhi edhe dje për shembull, shkova në një ambient ku më pëlqeu jashtëzakonisht shumë dhe komplimentova se diçka e jashtëzakonshme, do të thonë. Edhe unë dua të kujtoj arrin ta shuash një pjatë të mirë, të shijshme, vetëm me sy? Është kjo një aftësi e një shefi? Unë kështu i zgjedh edhe restorantet e reja që hapin,
thjesht nga pjata që shof, a ka teknikë mrapa, a ka një uri, shef kantinën e verës nëse ka një uri nga pjesa sadhës, pra da dhonë direkt një restoran që është në regull, ka një dhe nivelli që ti shkosh të provosh edhe t'ja blej, kjo është ide. Alfio, faleminderit shumë, që morëm nga koha jote, baroj ka i shpejt edhe ka i shpejt një bisedë shumë. Për 25 minuta, pak për e vlerësojmë shumë dhe më të mirat urojmë, qoftë në familje, por dhe në profesion. Në herë në radhës të presim nga gatuash diçka bashkë me zonën Florenca. Me shumë knajsi. Vëmi gati tani bashkë për një tjetër personazh, kthehemi vetëm pas pak, ju mos u largoni.